është mendue se unë kam qenë ullën lartë atje si nën kryetare edhe i ka rënë mend dikujt na që mundet me konë si propozim. Kështu ka qenë arsyetimi i personit në fjalë. A mendon që kjo është, a mendon që kjo është me të vërtet me vlerësu kontributin tënë, edhe një diçka tjetër. Une nuk kam qenë vetëm një viktim e luftës ku më është vra familja edhe jam viktima. Kam luftu me Serbin prej kur kam qenë fëmijë. Krejt fëminia jame, edhe koha e, domethënë, si e rritun, para se me hi politikës, shumë kohë para se me hi politikës, unë kam pas luft me Serbin, edhe kam ba vetë me familjen teme. Duhet ta kuptojmë, vetëm pse jemi viktima të luftës, nuk do me thonë që ne jemi të kontrollu, që ne nuk e kemi mendjen tonë, ne nuk dim asgjë, ne jemi tabula ras, e forma të tjera të cilët gjatë gjithë kohës e prezentojnë. Edhe ne kemi mendim, mundemi me pas mendime të ndryshme, mundemi mos mu pajtu me njëri tjetrin, por dim diçka. E kemi edhe përvojën të drejt për drejt, po kemi edhe njohuri, kemi edhe shkollim, kemi edhe përvoja të tjera, edhe fjala jon ka pesh.